Faleminderit. Armir shkurti, prekosh kampanja shesh, se kundër dhe ne, kemi qenë këtu. Ndjekim zhvillimet e fundit, nuk mund ta quaj protestë, kjo është ndërgjegjësim besoj, por ka një perceptim, njerëzit janë shumë kurioz të dinë çfarë do të ndodhë në shtator. Në fakt, apritet diçka të ndodhë në shtator, sipas jush. Tani, le ta ndajmë çik pjesë e protestës. Kjo këtu është një pjesë e asaj që është protestë. Ne protestë kemi edhe në lokale, edhe në shtëpi, edhe në televizion sot, sepse është një frym, është një ndërgjegjësim publik, i cili ka vite dhe sot ka një emër. Pra, Edi Ramën e kam perceptuar si armik, si pushtues, Sali Berishën si ortak, dhe këtë klasë politike e quajnë do të kalojnë në opozicë që ka ndodhur teorikisht në 90-ën. Të korruptuar. Se faktikisht në 90-ën u zhbë parti politike, po u ndërtoi politikë në re. Sot ky popull mendon që ata janë tradhtar, ata kanë shqitur Shqipërinë, ata kanë shpopulluar. Se shqitja e Shqipërisë fillon me 1,5 milion shqiptar që në këto vitet e fundit kanë ikur. Janë fëmijët tanë, është fuqia punëtore, fuqia riproduese. Dhe coptimi dhe janë 4 ligje për cilët kanë dalë njerëzit në fillim fare. Po vazhdojnë reforma territoriale, mbrojtja e tokës, po shkojnë panele diellore. Pra çdo ditë dalin gjëra të reja. Çdo ditë dalin, domethënë që ky nuk është pushtet i shqiptarëve. Ky nuk është pushtet i shqiptarëve. Edi Rama ka thënë që ç'është kjo Shqipëria e shqiptarëve. Dhe vetëm për këtë batut ai njeri duhet të zhduket nga skena politike. Ai bashkë me çka ai përfaqëson. Pra, më fal, kjo protestë nuk është thjesht kyshesh, me gjithë respektin e zakonit dhe për këtë respekt jam shumicën e kohës, për mos bërë atë që thonë unë jam për natë, po shumicën e kohës jam këtu, po të treguar me prezencë. Por protesta, më besoni, është në vendit e punës, është në dyqan të bukës, është në kafene, është në familje. Është spitale, atje. Kudo është protesta dhe ky ndërgjegjësim. Pra, mbyllet. Shtator të torë nuk ka rëndësi, ky është një prush i cili nuk shuhet, i sa duash. Ndaç ujë, ndaç hi, ti po shef një zjarr ndaj nuk po e shkojnë dot me këtë protestë. Pikërisht. Almir, ti ke kaluar shumë vite sepse eksperienca ta ka bërë që të kesh punuar dhe në emisione të cilat janë deri diku investigative. Si shikon të ardhmen e kësaj, le të themi, jo qeverie, po këtij mandati të kryeministrit bashkë me stafin e tij, që në mendimin tim pjesa më e madhe ne të dy kemi shumë vite, kemi 30 vjet në media, nuk na thon asgjë, as në emër, as në mbiemër, as në CV, as në vendimarrjet e tyre. Janë të punësuar, janë punëtorët e Edi Ramës, janë punëtorë se është mbrapa tabela sorosianët. Pra, Sorosi është, në fillim u mendoj që është një konspiracion, por është një sistem. Është një sistem i ndërtuar nga perandoria Soros në Shqipëri, me njerëz të korruptuar për përdoruar përmes korrupsionit kapjen falimentimin e vendit siç ka ndodhur. Dhe neve duhet jemi të kujdesshëm. Jemi të varur prej tyre? Absolutisht. Po zbatohet plani i tyre. Vite përpara Altin Goçi, avokati, bashkë me mua pastaj mbrapa, ai ka qenë personi që si thosh e ka futur Shqipërinë nga kapërsyt, e kemi parashikuar këtë që po ndodh. Shpopullimin, kapjen, falimentimin e Shqipërisë. Plan 15 vjeçar që të bëjmë pak llogaritjet. Është një plan, unë nuk e di të ta them me vite, por është një plan i cili në këtë moment është në lulëzim të plotë. Pra, zhbërja e Shqipërisë, shpopullimi i Shqipërisë, kalimi i Shqipërisë në nivele kaq të ulta sa para luftës të dytë botërore, tregon që plani po funksionon, po ecën. Dhe neve duhet ndryshojmë të gjithë sistemin si paket. Nuk është heqje emrash. Rama jepet dorë heqjen vërtet është slogan. Po s'është Rama jepet, do të ikë të gjithë paketa Rama, ajo që Rama ka mbjell, këta rroça poçët që ka futur dhe që i ndron dhe nuk kanë asnjëri minimum në dignitet. Unë kujtoj qeverisë socialiste dhe demokrate, ku kanë qenë deputet, ministra me emër personalitete. Sot asnjë nga këta janë të gjithë pusfshirës të qeverisë. Gjithsesi janë pjesë e një sistemi kapilar dhe gjithë sistemi duhet denoncuar. Do të thënë që është anti-shqiptar, është pushtimi më i keq që ka ndodhur këtij vendi. Pushtimi më i keq as turku, lëri këto pastaj kalimtarët që kanë qenë, nuk ja ka bërë Shqipërisë të që i kanë bërë këta njerëz. Shikoni territorin e Shqipërisë, shikoni malet e gërryera, shikoni deti betonuar që s'është më. Shkoni në Greqi, prisni poshtë. Se na thanë fillim po e bën Greku protestën. Greku nuk le një tull, një dru në bregdet. Kishte ndodhur ajo që ka ndodhur këtu me korrupsionin në Greqi do ishte djegur Athina, jam i sigurt. Po nuk diskutohet. Por janë izraelitët, janë sorosistët, kush dhe për çfarë e duan Shqipërinë
kaq bosh, sepse dhe reforma territoriale ka gjasa dhe ka zëra që thonë që është bërë pikërisht për të hequr ata njerëz dhe për t'ia dhënë tokat dhe këto lloj fshatrash, të cilët janë deri diku dhe kanë qenë të shumë populluara, për t'ia dhënë të huajve. Po. E ka thënë një ekonomist që s'vjen emri dhe kishte moto Clinton është ekonomia o pudolla. Pra, e gjitha është çështje parash. Zbrazja e territoreve të Shqipërisë, ju shikoni zonat e zbrazura, pjesa kolojnë përmet tjera, po mbillet me panele diellore dhe me blerje masive territore që janë me 1 lek. Se ka fshatra ku në përdyrat e shtëpive ka mbirë fiku. Janë zbrazur. Zbrazja e Shqipërisë, betonizimi i shumë rajoneve e tjera ka bërë që ky vend tjetë përshitje, po tjetë përshitje me çmim të lirë. Më besoni, nuk ka rëndësi se ne themi Izraelit, mund t'jenë gjemër më të bukur në botë, Zviceran. Rëndësi ka që ti tashmë je emigrant në vendin tënd. Pra nuk është ndërtuar një sistem që shqiptarët të kenë motiv të kthehen këtu, por është një sistem i cili ka zhbër vendin. Dhe shqiptarët, më besoni, janë emigrant shprese, nuk janë emigrant ekonomik. Shqiptarit qohen Sahara do të nxjerrë ujë. Dhe ka treguar shqiptarët, kudo që shkojnë shqiptarët kanë bërë hajër. Vetëm Shqipëri nuk bën hajër. Pse? Sepse luftohet. Po them një gjë shumë thjeshtë, kush na dëgjon në këtë moment. Në Tiranë, qira minimale është 500 euro. Rroga minimale është 500 euro. Pra çdo bëj një djalë që vjen nga Pogradeci në Tiranë, asgjë, thjesht bypass do shkojnë Rinas për të shkuar të jetojnë në Gjermani. Këta e kanë ndërtuar në mënyrë enkas, të pajetueshme, të pamundur gjë. Të pajetueshme Shqipërinë, duke bërë Shqipërinë e pajetueshme, natyrisht është zbrasur. Natyrisht që po i shitet klientëve. Thash dhe herë, nuk është se un kam kompleks izraelit ose kështu, por po shitet jo shqiptarëve. Po do bëhen shqiptarë, kjo duhet të jetë paradigma. Sepse duke hyrë në këto teori Ukraina, Palestina, ne na janë devijuar shumë kauza. Kauza është Shqipëria nuk është me shqiptarët po të bëhen. Kaq, merrem me kauzën tonë. Pastaj emrat dhe gjërat janë. E kuptoj. Me që jemi këtu ke kauza jonë, ne kemi sigurisht edhe me financat e partnerit ndërkombëtar, siç është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kemi ngritur një institucion për luftën kundër korrupsionit në nivele të larta qeveritare që lidhen me qeverinë aktuale. SPAK-u. Po. Tani, ne e dim shumë mirë si jetojnë ministrat tanë. Ne e dim shumë mirë si jetojnë familjarët e tyre. Sa para argjojnë për pushime. Sa para argjojnë për të veshur me Hermes dhe me firmë. Çfarë ka bën SPAK-u? Po. Atëherë, faleminderit që ma bën pyetje, unë kam shprehur kudo që kam qenë. Ka një simetri me Italinë e viteve 90. Italia e viteve 90 kishte 2 parti gjigante, Partia Socialiste e Partia Demokristane, që pas luftës kishin bërë shtetin italian dhe këto ishin dinosaurët. Në vitet 90 del një prokuror i rëndom, Antonio Di Pietro, dhe fillon një gjë shumë më pak se sa SPAK-u, tangjentet ishin ryshfete. Dhe gjithë politika italiane e mori këtë gjë, u zhbë dhe u riformatua. Atë që ka nisur SPAK-u nuk e ka marrë politika, në një farë mënyrë e ka marrë ky shesh, ku gjërat për 86 ditë janë rrahur, janë përplasur, dhe besoj që po precipitojnë në të mirë. Pra të gjithë sherre, konflikte, mosbesime, po shkojnë drejt një mprehje të kauzës. Gjërat janë shumë thjeshta. Kjo klasë politike na ka tradhtuar, vendi nuk është përshitje, Shqipëria është shqiptarëve. Njerëzit me këtë lloj kompleksiteti kaq të thjeshtë do ta lënë mënjan edhe ndasit dhe gjithçka, dhe unë shpresoj që shtatori, pavarësisht investimeve të jashtëzakonshme që po bëhet, ndash me fake news, ndash me para, ndash me politikë të drejtë për drejtë, unë mendoj që populli do të marrë këtë kauzën e SPAK-ut. Pra, jo se SPAK-u do të jetë partia jonë. Por, morali i goditur nga SPAK-u duhet bëhet kauza jonë, që këtë klasë politike ta kemi të quajtur anti-shqiptare. Më besoni, anti-shqiptare dhe pushtuse. Nuk janë hajdut. Kush i thot hajdut se klasë politike i bën derin më të madh. Janë tradhtar. Janë armiq të Shqipërisë, por zbojnë vendin tonë. Çdo pushtues që ka ardhur, madje nga herë ka bërë edhe ndërtim dhe ka ikur. Kurse këtu kanë shkatruar. Më gjeni, Shqipëria ka pasur disa buste dhe shtatore, njerëzish që e bën Shqipërinë. Rilindas, heroj, nuk ka më kaca forma metalike për të zhbër edhe memorien historike dhe identitetin. Shqipëria është një vend që ka prodhuar histori Durrësi është 7000 vjeçar para Krishtit. Durrësi është rrënuar, është bërë beton, është varrosur.
historia e Shqipërisë kudo është varrosur. Pse? Sepse ky vend do të jetojë sot për nesër. Po diskutohet mos kemi varre, po diskutohet s'ka më hapësira, do të marrim të djegim njerëz. Pra ne s'do të kemi as varr në këtë vend. Dhe shqiptarët duhet të dalin edhe për këtë gjë. Të kenë një jetë dinjitose, të kenë adheun e tyre. Të rriten fëmijët këtu, natyrisht në një botë të hapur, janë të mirë sa ardhur ata që vinë, por nuk është shtëpia e mikut dhe e Zotit në konceptin e Edi Ramës. Sa asnjë mik i shqiptarëve nuk ka marrë dhomën e gjumit dhe gruan e Zotit shtëpisë. Familja jote ku jeton? Unë kam 2 djemtë e mi në Kanada. Pra janë jashtë? Janë jashtë Shqipërisë, po. Janë jashtë Shqipërisë. Unë kam vendosur këtu të vdes, ose duke jetuar i lirë, ose duke tentuar lirinë. Do vdes duke tentuar lirinë këtë vend. Në fakt, Armir, tani që po flasim për fëmijët, edhe unë kam një fëmijë, dhe sa herë që dal jashtë dhe udhtoj në Europë, kur kthehem me idenë për ta hequr djalin tim nga ky vend. Sepse shikoj të pa shpresë, qoftë nga formimi, sepse këtu duket sikur shkollat kanë marrë fund, mënyra për ta kulturuar dhe për ta formuar një fëmijë që të jetë i denj në jetë ka marrë fund. E ardhmja për të marrë një profesion më duket pothuajse një mision i pamundur, duke parë që vetë mbas kaq vitesh e kanë vështirë të filloj punë diku, sepse duhen kritere të tjera sot, sipas kryeministrit, për të filluar punë në institucione. Kështu që e shoh vetë, ndihem sikur jam e përdosur edhe në një mënyrë e keq trajtuar. Dhe ti e gjen veten diku jashtë ku je i huaj dhe i gjen të trajtuar në të gjitha kushtet që duhet ekzistojnë për një human. Dhe nuk mendoj që ky qeveri duhet iki me një lutje Rama i Evdoreqen, por e shikon se duhet jetë më refraktare protesta në shtator. Unë mendoj që populli mesazhin e paqes, të luleve, të qytetarisë e dha. Pikërisht. E dha. Ju thoni shtator, do ta vendosi populli. Por nuk ka ikur në botë regjim kriminal me lutje. Nuk ikën as me votë në qoftë se nuk krijon premisat për votë të lirë. Duhet ikë me popullin i cili qytetaria, unë kam thënë, ka braktisur këtë klasë politike. Dalja këtu, bashkimi i pikave, neve kemi ekzistuar gjithmonë. Por ne kemi qenë gjithmonë të izoluar në ashtu kur skurimi vetëm. Ky shesh na bashkoi dhe pam në sy njëri tjetrin dhe pam që jemi shumë. Ne e kemi braktisur këtë klasë politike, do ta çojmë në varr këtë klasë politike, në varr. Dhe do të ndërtojmë atë për cilën neve kemi përgjegjësinë që se bëm në 90-ën, se besuam shumë që ato partesytë e bardha ishin engjëjt që solli Zoti, të cilët na morën idealin, na morën besimin dhe ndërtuan një sistem anti-shqiptar sot. Janë 36 vjet copa puzzle që na kanë sjellë këtu. Ne do ta grisim, do ta fillojmë edhe një herë nga e para për fëmijët tonë që këtu të jetë për ata fëmijë që kanë dalë këtu, që i lënë nënat e tyre të dalin këtu në shesh, sepse s'kan të ardhme, edhe për veten tonë. Se themi nga herë për fëmijët, jo më jo, dita ime është e imja. Dhe deri orën e fundit unë do të luftoj tash edhe një herë. O do të luftoj e do të vdes duke luftuar, ose do ta kem atë liri, dhe çfarë kërkojmë ne? Asgjë. Kërkojmë demokraci, e cila duhet fillon nga partitë politike, jo me mbretër partish, liri që i ofron sistemi, dhe ekonomi liberale tregu, jo monopoliste dhe oligarki. Kaq e thjeshtë është. Dhe është një gjë që nuk po e shpikim ne. Është një gjë që ka ekzistuar, kështu bë perëndimi. Dhe edhe një gjë me që vike perëndimi, një thirrje për shqiptarët. Kërkojini të falur Zotit. I kemi gjuajtur Zotit me gur, kemi prishur kisha dhe xhamia. Zoti nuk vritet nga guri jonë, por ne në qoftë se nuk i themi Zotit më fal, nuk kemi paqe me shpirtin tonë, nuk kemi lidhje dot me njeriu që kemi në krah, se s'kemi moral. Falje Zotit, në emër të Zotit duhet me përmbys këtë klasë politike që në fund fare të kthehet edhe e mira në këtë vend dhe të kthehet normaliteti, s'po kërkojmë asgjë. Po kërkojmë atë që në perëndim u bë edhe lulëzoi atë. Pyetja fundit, beson që një qeveri teknike do të sjellë një lloj zgjidhje? Sigurisht kur flas për qeveri teknike, tani kjo nuk është pyetja e fundit, kjo është pyetja e parë. E parë dhe e fundit mbase? Shiko, ka një mit që është mbjellë për fat keq nga gjysma, si thon çifte, gjysma ime më e mirë, gjysma më e mirë
e establishmentit Partia Demokratike. Na duhet një qeveri teknike që të shkojmë në zgjedhje në mënyrë të lirë. Jo, qeveria teknike është mjet. Ta dini një gjë, Shqipëria ka 2 përvoja, ka 91 ku bën 3 qeveri. Qeveri teknike, pastaj qeveri kështu, 3 qeveri dhe 97-a. Qeveria teknike ka detyrë strikt çoj vendin zgjedhje. Dhe në kohën e qeverisë teknike, ekonomia bie, rendi shturet dhe nuk sjell asgjë gjë. Nuk e zgjedhje politike. Ky shesh duhet përdoj ide, ideologji, forcë politike dhe drejtim. Ky popull duhet shkoj në zgjedhje me një platformë të re. Ky popull i sheshet. Partitë e vjetra pastaj bëjnë çfarë duan, ndash të shbohen, ndash të ribohet. Zgjidhja politike është kërkesë nga sheshi, nuk është e imja. Nuk jam unë filozof. Sheshi e kërkon organizim, zgjidhje politike tjetër. Pra nuk është qeveria teknike është mjet. Okej, Armir. Faleminderit. Faleminderit ty.